Dashi. Energjia rritet dhe ndihesh më i motivuar për të ndjekur qëllimet e tua. Një situatë që duke je bllokuar mund të marrë papritur një kthes pozitive. Në punë mund të kërkohet të marrësh një vendim të shpejtë. Beso më shumë te aftësitë tua. Demi. Familja dhe çështjet personale kërkojnë më shumë vëmendje sot. Mund të lindë një bisedë e rëndësishme që sjell sqarime. Një person i afërt mund të kërkojë mbështetje. Qëndro i qetë dhe mos reago me impuls. Binjakët, një lajm i mirë ose një ide re mund të japë shumë optimizëm, mund të lindë një mundësi për bashkëpunim ose projekt që të intereson. Dita favorizon komunikimin dhe kontaktet me njerëzit e rinj. Gaforia, ndjeshmëria është shumë e lartë dhe mund të reagosh më emocionalisht ndaj disa situatave. Megjithatë, kjo do të ndihmojë të kuptosh më mirë njerëzit përreth. Një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë një keq kuptim. Luani, mund të shfaqet një mundësi për një fitim të vogël financiar ose për një ide që sjell përfitime në të ardhmen. Dikush mund të kërkojë bashkëpunimin tënd. Analizo mirë situatën përpara se të marrësh një vendim. Virgjëresha, një situatë që dukej e paqartë fillon të marrë drejtim. Aftësia jote për të analizuar detajet do të ndihmojë shumë sot. Mund të marrësh një vendim që lidhet me punën ose me një projekt personal. Peshorja, një bisedë e këndshme ose një flirt mund të ndryshojë humorin. Marrëdhëniet sociale janë të favorshme dhe mund të takosh njerëz interesant. Dita është e mirë për të dalë nga rutina. Akrepi, intuita jote është shumë e fortë dhe mund të ndihmojë të kuptosh një situatë që të ka shqetësuar. Mund të zbulohet një informacion i rëndësishëm. Besoi instinktit tënd. Shigjetari, mund të ndihesh pak i lodhur nga rutina e përditshme. Megjithatë, një ide e re ose një plan për një ndryshim mund të japë motivim. Është një ditë e mirë për të menduar për të ardhmen. Britsjapi, ambicia dhe puna juaj janë në qendër të ditës, mund të përballesh me një sfidë që kërkon përqendrim dhe vendosmëri. Në fund të ditës mund të ndihesh i kënaqur me rezultatet. Ujori, kreativiteti është shumë i lartë dhe mund të mendosh për ide të reja. Një bisedë me një person që të frymëzon mund të japë një këndvështrim të ri. Peshqit, një moment të reflektimit të ndihmon të kuptosh më mirë një situatë që lidhet me jetën personale. Mund të marrësh një vendim që të sjellë më shumë qetësi.